Mirë zgjedhje prapë. Po, lartë kjo, çështja duket të jetë pak hipotetike në këtë... E kom parasysh, po besoj dytë pajtohemi, dytë mirë e dim që është hamencimi bazuar. Unë jam ka e bazoj në taktikat që i keni pas deri tash. Por, thonë drejtën, jo rrallë gjëra diskutohen në studio televizive për para se ato të bëhen projekt politik i opozitës. Edhe unë duhet ta mendoj edhe këtë pjesë, domethënë Qenka ta informojmë popullin e Kosovës që Qenka përgatitur një blokadë e re. Por unë besoj që nuk kemi nevoj për zgjedhje të reja. Unë e kom nevoj me sqaru, me bo disclaimer që nuk përfaqësoj në një mënyrë asnjë të ndryshme. Po, nuk e pata me ty, por nuk është hera e parë që po dëgjoj. Nëse ata marrin ide prej meje o punë e tyre. S'është hera e parë që po dëgjoj, po e vërteta është kështu. Partitë opozitare duhet pajtohen me verdiktin e popullit të Kosovës, ashtu thotë Kushtetuta. Përpjekja, blokada nuk i takon demokracisë. E para, e dyta është në rast se ata tentojnë të fitojnë besimin politik. Atë duhet ta kërkojnë në mirë besim, edhe duke i dëshmu popullit të Kosovës projekte reale, edhe mbi të gjitha ndershmëritë përfaqësimit politik. Përpjekjet këto lecet që i bojnë blokadat, domethënë nuk kanë dhënë sukses, dhe unë jam i bindur që populli i Kosovës i penalizon për këtë çështje. Ne nuk mund, populli i Kosovës është jashtëzakonisht i mençur. Kemi pas diskutuar dhe herën e kaluar se për këtë blokadë së kaluar në kuvend, na i shohim këto gjëra. Ne i dim përpjekjet tona. Pastaj ende pa votu qeveria, thuhej që vetëvendosja po do me shku në pushtet, ku ne kishim në zgjedhje, ku ne kishim fitu pas tani, për që pse duhet shkojmë ne në zgjedhje. Por kështu bojmë blokadën, po besoj që populli i Kosovës është i lodhur me çësjet opozita në çdo vend të Evropës. Opozitat e luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën demokratike, edhe unë besoj që duhet. Por ajo çfarë është e rëndësishme që opozitat gjithmonë e bëjnë kritikën konstruktive, dhojnë zgjedhje alternative dhe e respektojnë verdiktin e popullit të Kosovës. Diçka që partitë opozitare, unë mund ta them, nuk janë ka pajtohen të qysh me popullin e Kosovës, pajtojnë edhe një herë. Madje në disa studio televizive i ke dëgjuar dhe eksponent të thonë që hiç në vetëvendosjen, hiç Albin Kurti nuk shkon ashtu. Dorë zemër jo eksponent partive, po të skenës mediale, po.